shikje të dashur, në këtë video do të flasim për emrat në shumës, pra nomen. Nomen janë emrat, kurse plural, si që dini, janë shumësi, pra është shumësi i emrave. Pra në njëjës është singular, kurse në shumës është plural. Sikurse gjitha emrat, dhe me thonë, edhe në për gjuhët tjera, kanë ndryshime në mbaresat kur ato formohen në shumës, faktikisht do t'i ndjekim pra në vazhdim se cilat janë ato ndryshime të cilat bëhen në emrat, pra të emrat në shumës gjithësisht. Pra fillojmë me Kugelschreiber, pra der Kugelschreiber, si që shifni e ka vetëm një vizë që nënkupton se në këto fjalë, dhe me thonë llojet të këtyre fjalëve, nuk ka ndryshime në fjalët në shumës. Faktikisht, ku bëhet ndryshimi vetëm te artikulli. Pra, der Kugelschreiber është emri gjinisë mashkullore, pra der, kurse die Kugelschreiber janë në shumës. Pra, ku është ndryshimi vetëm te artikulli. Pra, artikulli i emrave në shumës është gjithmonë die. Pra, është identik me emrat e gjinisë femërore, por është shumës, pra, shumësi, pra si e dallojmë simbas mbaresave të emrat. Atëre, shembulli i dytë është die Mutter, e cila nënkupton nënën, pra emër i gjinisë femërore, dhe këtu pra kemi dy pika, dhe përsëri një vizë, që nënkupton se mbaresën e ka të njëjtë, por këto dy pika nënkupton se uja, pra laut që i thënë zanorës, uja te muta, që nënkupton nëna, ajo uja shndrohet në u me dy pika, e cila quhet umlaut. Pra, die Mutter, die Mütter. Këtu artikulli është i njëjtë, megjithatë, nëse themi die Mütter, pra jo muta, po Mütter, atëherë nënkupton se kemi shumësin e emrit të nënave, pra nënat. Kurse Kugelschreiber më lartë nënkupton pra stilo lapsin. Tash jemi te emri der Tag, këtu pra kemi përsëri një vizë dhe vetëm ejën si prapashtesë, që nënkupton se te zanoria nuk kemi ndryshime, por e kemi mbaresën e këtij lloji të emrave me e në fund. Pra der Tag, der është pra emër gjinisë mashkullore, der Tag, dita, kurse në shumës kjo bëhet die Tage, ditët. Pra e vendosim vetëm ejën në fund që të bëhet pra emër në shumës për më shumë ditë, pra 2 e më tepër ditë, die Tage. Pastaj shembulli tjetër është pra der Sohn, i cili nënkupton të birin, pra djalin, të birin. Këtu përsëri kemi dy pika dhe pastaj kemi prapashtesën e, çka nënkupton se këto dy pika, pra prej ojës Sohn, zanorës shndrohet në o me dy pika umlaut, që quhet pra kur pëson ndryshime pra zanoria, o prej ojës në o me dy pika, ajo quhet në gjuhën gjermane umlaut. O umlaut ka pra a umlaut edhe u umlaut. Pra këto tre zanoret pësojnë ndryshime me dy pika sipër dhe quhen umlaut në gjermanisht. Pra në vend tash në njëjës der Sohn, në shumës themi die Söhne. Pra shqiptimi është shumë e rëndësi, die Söhne. Pra h-ja vlen vetëm për ta zgjat umlautin, pra ojën me dy pika, dhe Sohn, Söhne, pra me e në fund për 2 e më tepër djem, nëse kemi shembull. E tash, shembulli tjetër i mbaresave në shumës është me n, vetëm me n. Tash kemi shembullin Frage, die Frage, emri gjinisë femërore, në shumës ajo bëhet die Fragen. Pra, si e dallojmë, njëjsi është në gjinin femërore, die, por shumësin, nëse themi Fragen, automatikisht artikulli është përsëri die, edhe pse është në njëjës emër gjinisë femërore, die, ndryshimi bëhet pra te prapashtesa Fragen. Nëse thue, atëherë nënkupton shumësin e pyetjeve. Frage, pra është pyetja, Fragen, pyetjet. Tash, pra
Pastaj kemi shembullin me frau, pra grua, die Frau. E tash mbaresa është me n, pra nuk kemi ndryshimet zanoreve, por kemi prapashtesën n. Pra die Frau, die Frauen. Përsëri emër i gjinisë femrore, por në shumës përsëri die artikulli dhe me n mbaron. Pse tash me n e jo direkt vetëm me n, sikur që kemi shembullin më lart vetëm me n, sepse frau, pra nuk mund fraun të jetë, sepse nuk ka edhe logjikë dhe nuk ka përshtatshmëri të gjuhës, prandaj me n mbaresa në shumës te frauen. Pastaj kemi shembullin me kind, das Kind, fëmia. Pra, përsëri nuk kemi ndryshime zanore, sepse kemi një zanore e cila nuk bën ndryshime në umlaut, pra ia, por kemi prapashtesën e r në fund. Dhe die Kinder në shumës. Das Kind është një fëmijë, die Kinder, pra ndëgjohet si a në fund, por shkruhet me r, pra die Kinder. Pastaj kemi shembullin Wort, das Wort, e cila në kupton fjalën. Këtu përsëri kemi ndryshimin e zanorës prej o në o umlaut dhe prapashtesën e r. Tash më lart kemi pa ndryshim të zanorës prej o në o, shembull të ia, i, vetëm prapashtesën e r, kurse te Wort fjala kemi ndryshimin e zanorës prej o në o umlaut me dy pika, pra, dhe ajo bëhet Wörter, 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 pra die Wörter. Pastaj kemi edhe një shembull me auto, das Auto, dhe këto lloj të emrave e marrin prapashtesën s. Përsëri pa ndryshim të zanorës, vetëm me s. Das Auto, një vetur, ose vetura, die Autos. Pra, die Autos janë në shumës. Shumë emra pra ndjekin këto rregulla, por ka edhe përjashtime. Tash këtu i kemi marrë disa shembuj, edhe atë shembullin me mbaresën e dhe n. Mbaresa e të emri tish, pra dea tish është emri i gjinisë mashkullore, prej dea tish bëhet die Tische. Pra, die është gjithmonë artikulli të emrat në shumës. Tash, dea tish, die Tische, fjalia në njëjës do të ishte dea Tisch ist neu. Tavolina është e re, pra bëhet fjalë për shumësin. Tash tu i kam nënvizu me ngjyrë përsëri foljet, ist dhe sind. Në njëjës automatikisht është, në shumës janë. Mbiemri neu, që nuk kupton e re, mbetet në gjuhën gjermane, pra i njëjtë, identik. Nuk bën pra ndryshime si në gjuhën shqipe, kur themi shembull është e re, janë të reja. Pra këtu kemi kujdes, sepse prej gjuhës gjuhë nuk bëhet pra direkt përkthimi, por duhet t'ja përshtatim gjuhës në bazë të gramatikës. E tash, der Tisch ist neu, tavolina është e re, die Tische sind, janë, sind neu. Tash kemi mbaresën me n te fjala ose emri Blume, Blume e cila në kupton pra lule, die Blume është lulja, die Blumen, lulet. Pra, die Blume është emri i gjinisë femrore, në gjininë femrore pa është die Blume, kurse në shumës ne përsëri kemi artikullin, por si do ta bëjmë dallimin? Dallimin do ta bëjmë përsëri me prapashtesën dhe me foljen, gjithashtu. Pra, të kemi kujdes. Die Blumen në shumës. Tash, shembulli në njëjës është kështu. Die Blume ist schön. Lulja është e bukur. Është pra e bukur. Kurse në shumës, die Blumen sind schön. Lulet, Blumen, sind janë, schön. Pra përsëri, schön, si kurse edhe më lartë neu, mbetet e njëjtë. Die Blumen. Shembullin tjetër e kemi me e n dhe e r. Pra mbaresa e n kemi shembullin die Frau dhe shumësi die Frauen. Pra gruaja dhe gratë në shqip. Frauen me e n në fund pra të emrit Frau bëhen gratë. Fjalia në njëjës është die Frau spricht Deutsch.
Gruaja flet gjermanisht, flet, shpricht, sepse kemi vetën e tretë njëjës die Frau. Kurse në shumës die Frauen, gratë. Tash zgjedhimi normal duhet të jetë kongruent, pra i përshtatshëm me shumësin. Sprechen Deutsch, flasin gjermanisht. Die Frau spricht Deutsch, die Frauen sprechen Deutsch. Mbaresa me erë të emrat e ka marrë shembullin das Kind. Das Kind, fëmia, die Kinder, me erë, fëmijët. Fjalia në njëjës është kështu: Das Kind spielt im Garten. Fëmia luan në kopsht. Garten pra është kopshti. Kush luan? Fëmia, një fëmijë. Çka bën ai? Luan, spielt, veta e tretë njëjës. Kurse në shumës janë die Kinder, fëmijët. Çka bëjnë atë? Luajnë, spielen, pra me n. Ku luajnë ato? Im Garten. Das Kind spielt im Garten, die Kinder spielen im Garten. Pra erë përsëri edhe një herë dëgjohet si a në fund, megjithatë shkruhet me erë. Die Kinder. Vazhdojmë me shembuj tjerë. Tash këtu kemi mbaresën erë plus umlaut. Që nënkupton? Erë nënkupton që e merr prapashtesën, emri në shumës me erë, sikur që i kishim dhe me thonë shembullin e fundit, kurse umlaut këtu bën tash ndryshimin edhe të zanorës. E tash, shembulli është buh, das buh, që nënkupton librin, kurse në shumës ajo është die Bücher. Pra, die Bücher, ndëgjohet edhe një herë si arë, erëja, die Bücher, kurse në njëjës është das Buch. E tash, kjo uja të das Buch në njëjës bëhet umlaut në shumës. Pra, das Buch, die Bücher. Pra, sikur që e ndëgjoni, pra ajo nuk tingëllon sikur se uja, pra tingëllon si me qenë y, pra y, kurse uja pra lexohet ndryshe. Das Buch, die Bücher, me erë. Fjalia në njëjës është kështu: Das Buch ist interessant. Libri është interesant. Kurse në shumës die Bücher. Die Bücher sind. Tash kemi foljen sein është, kurse në shumës janë. Die Bücher sind interessant. Kemi shembullin me s më poshtë, e ka marrë përsëri emrin auto, das auto si në tabel, dhe në shumës është die Autos, pra me s në fund. Si që shifni, autos. Fjalia në njëjës është kështu: Das Auto ist schnell. Vetura është e shpejt. Kurse die Autos, atëre jo ist, po sind, janë schnell. Veturat janë të shpejta. Das Auto, die Autos. Dhe përfundimisht i kemi edhe disa shembuj, edhe atë shembulli i parë është shembulli që nuk ka mbaresa, pra kur s'ka mbaresë emri, pra nuk ka ndryshim as të zanorës, as ndonjë shtesë, pra te emri. Pra shembulli është me lera, der Lehrer, die Lehrer, mbetet njësoj, vetëm se kemi ndryshimin e artikullit te shumësi, sepse shumësi e ka gjithmonë pra di artikullin. Shembulli në njëjës është kështu: Der Lehrer erklärt die Grammatik, e shpjegon gramatikën, erklärt në kupton e shpjegon, e sqaron, dhe është zgjedhimi normal në njëjës der Lehrer, sepse kemi vetëm arsimtarin der Lehrer. Kurse die Lehrer në shumës, arsimtarët ose mësuesit erklären, e shpjegojnë gramatikën. Die Lehrer erklären die Grammatik. Mësuesit e shpjegojnë, erklären die Grammatik. Pra këtu kemi vetëm se ndryshimin e artikullit prej der Lehrer në die Lehrer, kurse emri mbetet pa ndonjë shtesë. Shembulli në vazhdim ose më poshtë është me umlaut, pra kemi ndryshimin vetëm të
zanorës në fillim të fjalës, edhe atë të emrit faktikisht, der Apfel, që nënkupton mollën, molla, një moll, der Apfel, kurse në shumës ajo bëhet die Äpfel. Pra si që shifni ndëgjohet e jo a, sepse edhe formën e ndryshon gjithashtu, pra i merr 2 pika përsipër, Apfel prej Apfel në Äpfel, Äpfel, prandaj der Apfel, die Äpfel në shumës, dhe shembujt më poshtë në njëjës dhe në shumës janë siç mund t'i lexoni edhe vetë. Der Apfel ist rot, molla është e kuqe, die Äpfel sind rot, janë të kuqe. Die Äpfel sind rot. Dhe pastaj kemi edhe një shembull ku bëhet ndryshimi, pra te zanoria përsëri, te umlauti prej o në o umlaut dhe mbaresën e në fund. Blok, pra der blok është emër i gjinisë mashkullore, kurse në shumës bëhet blöke, pra prej o në o umlaut dhe me prapashtesën e. Blöke, die Blöke pra. Unë ju falenderoj nëse më keni ndjekur dhe keni përcjell mësimin nga fillimi, mendoj të keni përfituar nga ky shpjegimi imi. Abononi dhe rekomandojnë edhe të tjerëve, edhe nxënësve, edhe ata që janë të interesuar të mësojnë gjermanishtën, që të abonohen te kanali i Deutsch mit Makbule me mësuesin Makbule. Faleminderit për ndjekjen, miru pafshim deri në videon e radhës.